Verdikti mendoj që duhet me qenë lirus, nuk shoh asnjë arsye tjetër. Gjitha faktet flasin këtë drejtim. Unë besoj në drejtësi, vazhdoj me besu në drejtësi, mirë po mënyrën deri tani, pjesë e caktuar që lidhet me këtë gjykatë. S'po flas për gjyqtarë, se gjyqtarët ende se kanë thënë fjalën e vet në rastin e presidentit, dy kryetarëve të kuvendit edhe zotit Selimi. Mirë po lënë për me dëshiru. Lënë për me dëshiru mënyrën që kanë trajtu, llogaridhënia, transparenca, gjitha elementet tjera. Po t'jam shumë i hapur, asnjëherë në takimet e mia, në vizitat e mia, të zoti Thaqi, të zoti Veseli, nuk kemi bisedu, nuk kanë shfaq qëndrime, a do t'jenë ata pjesë e politikës pasit përfundohet ky proces. Është në autoritetin e tyne, është në drejtën e tyne, nuk e di. Nuk e di, a kanë me vazhdu më mirë me politikë, as kanë me vazhdu më mirë me politikë, çka është tepër e rëndësishme. Për të kaluaren, për të tashmen, për të ardhmen e Kosovës, që ata të lirohen, të vinë në Kosovë, të kthehen familjet e tyre, dhe të kthehen jetës tyne, pastaj është në autoritetin e tyne se si do të veprojnë. Mirë po, procesi zgjedhor në Partinë Demokratike të Kosovës do të fillon prej nivelit në ndegve, do të zgjedhen ndeg. Është të bëni analizë se ka nevojë për një diagnostifikim gjendjes. Ka për marrë Mitrovicën, masi që vi nga Mitrovica. Ka në ndeg që më nuk ka banor. Jenë zbrazën, bushatis fshatrat, cilë është kuptimi e ekzistimit asoj në ndege. Me pas 2-3 delegat që jetojnë qytet, e me marrë pjesë kuvend, e me janë mu dikujt, ja, du të ketë në ndeg aqë sa është e nevojshme. Pastaj në gjitha nivellet, dhe unë pres që komplet si proces zgjedhor të përfundohet në fund këtij viti, eventualisht në pjesën e parë vitit tashëm. Nuk besoj që është e duhura, nuk ka kërkesë tillë që për 1 muaj, 2 muaj, ma shpejt apo ma ngadal me u cenu suksesi i procesit zgjedhor. Prandaj ka një konsensus që në këtë drejtim do të ecë.